nacional shqiptar si themel. Organizata e veteranëve të lëvizjes antifashiste nacional çlirimtare ka shënuar në nëntorin ditën e çlirimit të Gjakovës nga pushtuesi nazi fashist, si dhe 11 nëntorin ditën e formimit të brigadës së 7 sulmuese. Ky vit shënoi 81 vjetorin e këtyre datave historike. Në shënim të këtij përvjetori fillimisht u mbajt mbledhje e kryesisë së Degës. Sot ky takim është i dy kryesive në bashkëpunim edhe me shoqatën e veteranëve të Lançit dhe nga Malësia e Gjakovës, nga Trapoja, ka të bëjë me 9 nëntorin, ditën e çlirimit të Gjakovës, edhe 11 nëntorin, ditën e formimit të brigadës 7 sulmuese. Nuk ka dyshim se Gjakova është një ndër qytetet e rëndësishme të luftës nacionale shqiptare dhe së revolucionit popullor, jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë. Për këtë arsye është i quajtur me të drejtë dhe Gjakova kuqe. I biri i Fadil Hoxhës, Lek Hoxha, falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen. Falenderoj praninë e shokëve nga Shqipënia. Falenderoj kryetarin e shoqatës të Gjakovës për praninë, për që na ka respektuar që ka ardhur. Gjithashtu edhe e falenderoj kryesinë e Gjakovës që për çdo vit me një kujdes edhe një vullnet e shënon këtë ditë të lavdishme të luftës antifashiste nacionale shqiptare. Qel Shpati nga organizata e veteranëve Lanç nga Tropoja tha se nuk duhet harruar gjaku i atyre që dhanë për lirinë e këtij vendi. Ne Malësia e Gjakovës, ne s'kem pas të ndarë asgjë me Gjakovën, jo tash, por edhe para 100 apo 200 vjet përpara. Ne po bëjmë një punë, po mundohem që të bëjmë një punë sa më të madhe që mos të harrojmë gjakun e atyre që dhanë për lirinë e vendit, pra dheun e tyre tonë të bashkë, dhe ato lule që mbi atë gjak, që mos e vyshkim, por t'i mbajmë të gjalla, të freskëta, sa t'jetë jeta. Më pas të gjithë së bashku vazhduan për të vendosur kurora lulesh në objektin memorial Fadil Hoxha në Çabrat, si dhe në varrezat e heronjeve e ish antarëve të organizatës. Lavdi veprës dhe punës Fadil Hoxhës.